Kryedemokrati Lulzim Basha nga çadra e protestës përpara kryeministrisë deklaroi se lëvizja e nisur për zgjedhje të lira e të ndershme nuk ndalet. Ai garantoi protestuesit duke theksuar se nuk do të bëhet pjesë e asnjë pazari për këtë kauzë. Nuk ka pazar me zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Nuk ka pazar me vullnetin e lirë qytetarëve shqiptar. Partia Demokratike nuk bëhet pjesë e asnjë pazari. Lulzim Basha nuk bëhet pjesë e asnjë pazari. Dhe ta din mirë se çdo përpjekje për të bërë pazar me shpresën, besimin, aspiratën e shqiptarëve me zgjedhje të lira, për zgjedhje të lira dhe të ndershme, do të shtoj me turp. Populli do të fitoj, qytetarët do të fitojnë. Basha komentoi edhe darkën e mbrëmjes së shkuar mes dy aleatëve në qeveri, kryeministit Rama dhe kreu të kuvendit Meta. Le ta di mirë Edi Rama, le ta dëgjoj mirë Ilir Meta, jo një, po 10 darka po të hanë bashk, buka e popullit do t'ju ngeli në fyt. Ai shtoi edhe një herë se pa u plotësuar kërkesat e paraqitura në protestë, demokratët nuk kthehen në kuvend. Nuk ka kthim pas ka protesta, nuk ka kthim në parlament pa plotësuar kushtet që populli ka vënë politikës. Qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kryedemokrati Basha e përqendroi fjalimin e tij tek problematika e naftëtarëve, duke premtuar edhe zgjidhjen e problemeve të tyre.